Përshëndetje. Nëse ka një vend ku duhet të ndihesh më i sigurt në jetë, kjo do të ishte familja. Por siç e di kushdo që ka kaluar më shumë se 3 festa familjare, pa thyer gota ose duke ngritur nervat, familja është diçka tjetër përveç se ajo që quhet e thjeshtë. Në veçanti, raportet mes vëllezërve dhe motrave janë një territor i minuar ku dashuria, xhelozia, ndihma dhe hipokrizia bëjnë vals çdo ditë. Dhe shpesh valsin e udhëheq hipokrizia. Kur gjaku nuk të ngro, por të djeg. Atëherë shpreha popullore nëna ta lind hasmin e parë në jetë është në thelb një e vërtet e hidhur. Ajo nuk vjen nga cinizmi, por nga përvoja kolektive, sepse ndonjëherë ata që janë rritur me ty, që kanë ndarë lugën e gjellës, peshqirin e fytyrës dhe përqafimin e gjyshes, janë të parët që do të shohin si rival dhe jo si njeri që duhet dashur. Hipokrizia vllazërore është ajo sjellje ku një vëlla apo dhe një motër, le të themi, me të drejtë e themi këtë, të thotë je gjaku im, gjithmonë do jem për ty. Ndërkohë që në darkë, me gotën e verës në dorë, ja rrëfen kunatit se ky zbëhet, zdi as të menaxhoj jetën e tij, kaq i mbaruar është, dhe pastaj të nesmen të dërgon një meme motivuese në WhatsApp. Po si lind hipokrizia vllazërore? Psikologjikisht, hipokrizia mes vëllezërve rrënjoset herët, kur prindrit e pakuptuar krijojnë fëmijë të preferuar, krahasime të vazhdueshme, shiko vëllan tënd, ai është shumë i urtë, i sjellshëm, i Zoti, ti je furtunë, tornado. E përforcojnë një ndjenjë konkurrence që shndrohet në armë të heshtur të hipokrizisë. Kështu, një vëlla mund të buzëqesh për çdo arritje, por brenda vetes i ka mbir dëshira e tij që ti të dështosh, vetëm që balanca e vëmendjes prindërore të rregullohet në favor të tij. Tjetër burim i hipokrizisë është trashëgimia. Askush nuk e njeh vëllain e tij aq mirë sa kur lexon testamentin e prindërve. Atëherë fillojnë lotët, fjalët e ëmbla, përqafimet me harom akt notarial e në fund një luftë civile që do ta kishin zili edhe latinët. Por si vishet kostumi i hipokrizisë? Vëllezërit hipokrit kanë një arsenal të pasur. Fjalët e ëmbla në pranitë të tjerëve, sidomos kur ka njerëz të huaj në tavolinë. Interesa të fshehura pas ndihmës, si për shembull kur të ofrojnë ndihmë për të administruar pronat e familjes, vetëm që ta zënë për vete pjesën më të mirë. Gjuhë e dyfisht, te ty të thotë, mos u mërzit, gjithçka do të rregullohet, ndërsa tjetri të thotë, ky s'ka shpresë, ne do të vuajmë për kokën e këtij, për fajin e këtij do vuajmë të gjithë. Shpesh hipokrizia maskohet me termin dashuri familjare, por në realitet është më afër një formule të ftohtë strategjike të ruaj raportin, sa për sy e faqe, të ruaj përfitimet që më duhen dhe në të njëjtën kohë të mbaj distancë emocionale. S'mund ta zgjedhësh vëlla, por mund të zgjedhësh të mos mashtrohesh. Psikologjia na mëson se ndjenja e afërsisë dhe besimit nuk lind nga lidhja biologjike, por nga përvoja e ndarë dhe qëndrueshmëria emocionale. Kjo nuk do të thotë që nuk ka rëndësi kush ka dal nga njëjti bark, nëse nuk të ka qëndruar krah për krah kur ti je rrëzuar. Kështu që ndonjëherë duhet të kuptojmë që vllazëria e vërtet është më shumë një zgjedhje se sa një dhuratë e lindur. Dëgjohet e çuditshme, por faktet janë fakte. Kur përballesh me vëllan hipokrit, ta ndajmë nga vëllai sinqert, s'ka pse të bëhesh as martir, as viktim, por as edhe i verbër. Mund ta pranosh që ai është pjesë e jetës tënde, por nuk ka pse të jetë pjesë e intimitetit tënd, e vendimeve tua apo jetës tënde emocionale, sepse njerëzit që të bëjnë të ndihesh i pasigurt, i dyshimt dhe mosbesues, sado vëllezër që të jenë, nuk meritojnë pozicionin e besimit. Po kur vëllai bëhet spektator i rrëzimit tënd?
Në vend të një krau ndihmës, ndonjëherë merr një ftohtësi analitike. Ai vëlla që të shikon duke u rrëzuar dhe komenton me ton të ngrohtë, ishte çështje kohe. Ose unë e kisha parashikuar. Kjo nuk është ndihmë, as vllazëri. Kjo është një recitim egocentrik me fytyrë dashamirëse dhe ironikisht, kur ngrihesh më në fund, ai është i pari që do të postoj një selfie me ty me përshkrimin "Jemi rritur bashkë. Gjithmonë do të jem me ty vëlla". Në fakt, nëse ke shumë sukses, hipokrizia e vëllait mund të evolojë në një formë të rafinuar pasivo-agresive. Jam krenar për ty. Do të tingëllojë e bukur, por do të shoqërohet me një ndërrim toni që nënkupton do ta shohim se do të zgjas kjo puna jote. Pak humor për të qetësuar gjakun. Le të mos harrojmë se çdo familje ka një element Game of Thrones. Thjesht në vend të shpatave kemi thika pas shpine dhe fjalë të buta. Një vëlla mund të dërgojë një mesazh. Më mungon shumë, të dua. Ndërkohë që ai ka dërguar të tjera me email me llogaritë e shtëpisë që i do vetëm për vete. Në Shqipëri kemi një talent të rrallë për të bërë humor dhe me tragjeditë familjare. Ndoshta kjo është dhe mënyra më e mirë për të përmbajtur një vllazërie me hipokrizi. Ta shohësh si komedi me element horror. Sado dramatike të jetë situata, le të shohim me sy të kthjellët dhe me një buzëqeshje të lehtë ironike, bëhet edhe me durueshme. E në fund të fundit, ndoshta vëllai yt hipokrit do të pyes veten pse ti nuk je më aq i disponueshëm për të. Dhe kjo, për ironi, do ta bëjë të doj më shumë, sepse hipokrizia e ka një dobësi. E do shumë reflektimin që i bën pasqyrë. Nuk jemi këtu për të demonizuar as vëllezërit, as motrat. Këtu jemi për të kuptuar se familja nuk është gjithmonë vendi i sigurisë emocionale që duhet jetë. Mund të jetë vendi ku hipokrizia vjen e veshur me buzëqeshje, kujtime fëmijërie dhe tufa me lule ditëlindjesh. Por nuk është faji ynë që të kuptojmë këtë. Është përgjegjësia jonë që të mos lejojmë që gjaku të na verbojë kur na thith emocionalisht apo na thyen për brenda. Sepse në fund të fundit, vëllai i vërtet nuk është ai që të quhen vëlla në sy dhe budalla në zemër, por ai që edhe kur s'është dakord me ty, të do me zemër të hapur. Miq, këtu do të thosha në këtë video. Pres komentet tuaja. Jam kënaqur që ju më ndiqni. I falenderoj të gjithë ata që ndjekin kanalin tim, por do të bëj edhe një lutje atyre që shikojnë për herë të parë, të bëjnë subscribe në kanalin tim për të marrë videot e reja që unë her pas here. E deri në videon tjetër. Mirë takofshim.